se do të pyes do bëj parti të re apo jo dhe duhet bëj parti të re Saliani, më duhet të lexoj reagimin. Saliani përjashtohet nga drejtimi politik i degës së kombinatit Tiranë. Noka reagon për Euronews pas takimit me Suelin u vetë përjashtuar. Vin Saliani nuk do të jetë më drejtues politik si i deleguar i PD-s në degën numër 6 në Tiranë. Burime për Euronews Albania bëjnë me dije se Saliani ishte i deleguar për të drejtuar fushatën e PD-s për zgjedhjet e pjesëshme që pritej të zhvilloheshin në 9 nëntor në zonë e kombinatit. Pas anullimit të zgjedhjeve, Saliani nuk do të jetë më i deleguar në kombinat. I kontaktuar nga Euronews Albania, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka deklaruar se pas takimit në Elbasan, Saliani është vetë përjashtuar nga struktura e PD-s. Nuk ka qenë drejtues politik, drejtues politik në Tiranë ka qenë Belind Këlliçi. Ai ishte i deleguar për fushatën, fushata u ndërpre e të deleguarit për fushatën i tërhoqën, por siç e dini Saliani me aktivitetin e Elbasanit të realizuar nga Suel Çela është vetë përjashtuar, është shprehur sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka. Saliani ka situatën e tij me drejtësinë, por unë mendoj që për shkak të rëndësisë që ka situata politike, sepse çështja e Partisë Demokratike nuk është thjesht çështje e Sali Berishës. Po. Kjo gjë duhet kuptuar që Partia Demokratike si partia më e rëndësishme opozitare është çështje me rëndësi shumë të madhe kombëtare dhe shoqërore sot. Sepse nga serioziteti i opozitës, si opozitë dhe si alternativë qeverisëse, varet fati se si do sillet shoqëria me qeverinë. Dhe në këtë rast, Berisha apo leadershipi i PD-s ka për detyrë që jo neve këtu në studio apo jashtë, por njerëzve të tyre tua shpjegojnë me fakte se si dhe ku e ka shkelur vjen e kuqe Saliani. E thënë me fjalë, një opozitë si kjo dhe një parti demokratike si kjo do të mbajë Edi Ramën në pushtet deri në momentin që ky i fundit do. Nesër do dali një tjetër dhe do të garojë edhe ky për kryetar partie dhe do shkojë të bëjë një takim atje. Ati do i thush që ky e organizoi takimin bashkëpunim me Bajrat. Ikë dhe ti, se shkel lëvizjen e kuqe. Një tjetri do i thuhet se organizove me Zani Çarushin, ikë dhe ti. Pra do duhet të ketë transparencë, të provohet kjo gjëja që ka ndodhur dhe është kështu. Nëse është, ky lajm është i vërtet patjetër se janë burime për Euronews Albania këto, por mendon që Saliani mund të krijojë një forcë politike që e eklipson disi, apo janë dhënë provat që me këto forcat që shkëputen nga PD-ja? Saliani ka premtuar që do ta vazhdojë aktivitetin që ka nisur, që do të thotë, do të mbledh rreth vetes, përjashtimi i tij do të shtojë të pakënaqurit me Berishën, sepse në mesin e Partisë Demokratike ka goxha të pakënaqur me Berishën që mendojnë që ti duhet të largohesh, sepse nuk mund të ta trajtosh më partinë nga njëra humbje në tjetrën. Dhe kjo është e drejtë e tyre për ta kërkuar. Pra Saliani do t'i vazhdojë këto takime dhe njerëz nga PD-ja do ketë që ta ndjekin. Sa do çaj elektorat dhe bazë? Mund të shkojë të krijojë një parti të re, por do mbetet thjesht një fraksion PD-je. Nuk do mund të mbledh njerëzit jashtë PD-s për të bërë një forcë politike e besueshme. Dhe çfarë do ndodh? Do ndodh që nga PD-ja do ndahet, se do marri 10%, se 20 apo 40, por sërish do marri elektorat nga PD-ja. Dhe do shkoj njësoj si partia e ish partnerve të Bashës, Ankeleta Libejt me ajo si e kishin. Po, e kam të gjasoti 1912 me Dashehin e me që diku marrin 10.000 vota, diku 5.000 vota, këto vota i marrin. Po që s'prodhojnë asgjë, vetë se ngushtojnë edhe më shumë akoma Partinë Demokratike, atë që do mbetet tashmë fundore, partinë e personale të Berishës, dhe në fund, kosto të gjitha do t'i paguaj opozitarizmi, s'po them opozita, se nuk është vetëm e PD-ja, s'ka licencë për të qenë opozita e vetme, dhe Rama është ende në opozita më të mira për të mbijetuar, sepse në këtë kaos, në këtë organizim të çorganizuar në kampin opozitar, Rama vazhdon të jetë përfituesi më i madh. Pyetja e fundit shkurt, nëse ndodh një tronditje në PS, PS-ja do të jetë si PD-ja pa Ramën apo do dalin të rinj që e zëvendësojnë? Si e mendon? Në PS nuk ndodh asnjë tronditje ndërkohë që është në pushtet. Sepse partia në pushtet ka për të gjithë.
ka të paknaqër aty sa janë gati të plasin, së foluri e së vepruari. Por në pushtet ka se çfarë të mbyllësh, me çfarë të mbyllësh gojen. Në momentin kur Partia Socialiste bie në opozit, atëhere do dalloj leadershipi politik nëse do ta lërë partin të shkalafitet nga grupet e rivalve apo të interesave, apo do ta fusë një proces nga ku të dalë një leadership i gjithë pranuar dhe partia të mbetet ajo që është. E qartë. Mentor, unë të falenderoj shumë. Është një periudhë që si duket prodhon lajme. Ne flasim për lajme dhe vinë dhe lajme të tjera. 2025 me sa duket me si do iki dhe do kemi ngjarje, ndoshta për t'u takuar përsëri dhe për të biseduar. Faleminderit shumë që ishe në studio me ne, isha me Mentor Keki.